Përshëndetje dhe vazhdojmë me një video të radhës. Në këtë ligjëra do e shpjegojmë tash pas themit Bloxy, do fillojmë me Astra Theme. Astra Theme është kjo, domethënë që ka këtë domen vpastra.com. Është ky theme, është prej themeve më të popularizuar në ekosistemin e WordPressit. Është i lehtë, i shpejt dhe ka qindra template të gatshëm. Unë i ka edhe free në kategori edhe çfarë dëshirim të zgjedhim ne. Kështu me radhë. Tash për ta gjetë këtë, shkrim tek dashboardi, shkrim tek themes, add the theme, edhe kena më njerë dytën, me thënë kena këtu Astra themin që e bëjmë install. Nëse se ne gjejmë tu, vetëm me shënon Astra. Ja pra ku del tu, e bëjmë install, aktiv. Tash pasi e bëjmë aktiv themin Astra, tash secili theme ka pak atë stilin e vet në instalim. Tash pasi e bëjmë aktiv, shkrim tek i butoni këtu, që është Astra. Edhe tash fat kjo pamje e Astrës se si duket. Njëjtë edhe këtu kena mundësi me fillu direkt me customized, me bën ndryshime direkt, si tek Bloxy themi, që ishin ato pjesë me i bë customized. E njëjta është edhe këtu. Qëllimi është i njëjtë, mirë po dizajnet, normal kjo pamja ndryshon, se cila theme ka dizajnin e vet, mirë po qëllimi është e gjitha është e njëjtë se për çfarë bëhet fjalë. Pastaj kena këto llojin e settings, ku kena i shohim cilësimet e vet themit, ku kena performancën, version controlën, mirë po këto janë në pro version, edhe kena opsionin white label, që me punu si kontraktor ose si palë tret me kompani qera. Edhe të kena këtë butonin starter sites ose starter templates, ku këtu mund të gjejmë domethënë të gjitha templatat free që janë këtu, edhe me pagesë normal. Edhe pak më lart dhe kena këto free vs pro version, e bën dallimi se çka ka free edhe çka ka domethënë privilegjo ose benefite nëse e blen domethënë pro versionin. Tu tregon domethënë të gjitha benefitet edhe dallimet mes free edhe pro version. E tash e kthena pak më mbrapa, e kena këtu një buton site builder. Tek site builder e kena vet builderin e Astrës, mirë po kjo është normal në pjesën e pro version, ku ne domethënë mund të bëjmë ndërtim të website-it direkt me builderin e Astrës. Kena mbrapa, pastaj kena Spectra. Spectra është një page builder e cila vjen vet nga Astra si page builder by default i Astrës. Ne ta shkrim tek starter templates, edhe shkrim start building now. Tash do të thonë na shfaqet një pop-up ku tregon se a dëshirojmë ne të zgjedhim domethënë ta bëjmë website-in me AI, apo domethënë ta zgjedhim ne një template të gatshëm. Ne kena klikën butonin build with templates. Edhe të pasën e hapë një page builder që na tregon se cilën page builder dëshirojmë ta zgjedhim. Block editori është vet page builderi i WordPressit, ndërsa Elementori është page builderi që ne domethënë e kena cak për ta punu edhe për ta shpjegu. Tash në shfaqet pamje e templatave të gatshëm që i kena të ky website-i, edhe të shkrim tash me filtrim. Kena filtrimin këtu lart, edhe kena këto. Këto që kanë këtë lart premium, jo domethënë premium. Edhe tash domethënë do fillojmë të instalojmë një website
që do e zgjedhim bashk. Ajo që kisha dash ta zgjedh këtë radhë, është ta zgjedhim diçka me produkte online, për shembull ky dyqani këtu, që është me tesha, garderob, e zgjedhim këtë. Edhe të ku e zgjedhim këtë, kena mundësi që prej këtu me i zgjedh fontin edhe ngjyrat. Për shembull, ky fonti është për moment. Unë për shembull dëshirë ta zgjedh këtë. Ja pra që ndryshoj kjo, shive? Ja pra, ndryshimi. Ose më pëlqen kjo. Tash ti tu i ke mundësi ti zgjedhish prej start. Për shembull, mua më pëlqen kjo. Edhe këtu i kena patash në ngjyrat. Ti mund të zgjedhësh ngjyrat prej këtu direkt. Të gjelbërt, për shembull, të kuqe, pink, portokall, për shembull të zgjedh të portokall. Edhe shik continue. Edhe tu kena disa feature, veçori të tjera, që dëshirojmë ne të zgjedhim. Ma dëshirojmë, do të thënë, këto uh, pluginsa me u instalu bashkë me këtë pjesën e ti template-i. Ne i themi po, unë do i zgjedh edhe këto, do të thënë, të dyja, edhe e bëjmë continue, edhe tu e ke vendosim, do të thënë, emrin ton, i lirë, edhe shkrim tash submit and build my website. Edhe tash fillon procesimi, dal nga dal i instalimi të një template të gatshëm që e zgjodhem, që është për dyqan online. Kjo do të thënë janë hapat ë e radhës që i ka Astra Fimi, normal dallon pak prej qerave, se cila fime ë e ka atë i ka ato veçoritë e veta, mirë po normal duke i instalu shpesh, pastaj ato mësohen, nuk është diçka që nuk është që nuk mësohet, kështu që zakonisht kur keni klienta, i merrni i përdorni këto free, normal derisa të stabilizohet puna, edhe blesh edhe tima të gatshëm që janë normal nivel pak më të mirë, mirë po edhe kështu si start nuk një si studenta dhe si freelancera që dëshironi me nis, lirisht me këto thima free mund që ju bëni për shembull shokëve ose familjarëve nga një website të thjesht me një çmim normal të volgjishëm si fillim, mirë po ju nuk do investoni as pak sepse gjithçka është free. Pasi bëhet instalimi, del dy butona, ose ta shikojmë, do të thënë, view website direkt ose finish setup. Edhe shikojmë të tash të klikojmë butonin view your website, edhe ja, pra dhe më tash ku bëhet instalimi me sukses i website-it ton, tek domeni jon, për e-commerce. Tash do të thënë këtë website kaq të bukur, kaq të avancuar, mund ta shfrytëzojmë për biznesin ton, për shembull, ti ke një biznes familjar që shet tesha online ose gjëra, për shembull çanta për femra, e kështu me radhë, mund ta përdorësh këtë website edhe njerëzit blejnë për shembull online direkt tek website-i, që për shembull e klikon këtë produktin, e shikon këtë produktin, i shikon detajet e produktit, ja pra, edhe të për shembull zgjedh sasinë 1, 2, add to cart, edhe shumë gjëra tjera mund bësh sa i përket kësaj pjese. Edhe kthehena këto e bëjmë finish setup. Ok, presim sa të kthehena. Kjo s'na duhet, dalim exit, dalim prej këtu, edhe shkojmë tek dashboardi, edhe ja, pra do të thënë tash ku gati instalimi, tash për shku me editu Astra Thimi, ose shkon tek Astra, edhe klikon Customize, edhe shfaqet kjo pamje, që zakonisht është një pamje
e njëjtë e vetë WordPressit, edhe të më thënë mund të bëjmë editime, kjo është mundësia e parë, dalim brapa, ose tek Astra Customize, ose tek Upper Ends, poshtë, edhe klikon Customize. Edhe shfaqet tash këpamje, që ne mund të fillojmë direkt me ndryshime tona, që mund t'i bëjmë tek website-i që ne e instalum bashkarisht në Astra. Ok, për pjesën e editimit, do e bëjmë në videon e radhës.